Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar një hetim pasuror dhe i është drejtuar gjykatës me kërkesën për konfiskimin e një sër pasurish që dyshohet se burojnë nga aktivitetet kriminale në fushën e narkotikëve. Në fokus të hetimit janë pasuritë në pronësi të shtetasit AH, i dënuar në Itali për trafik droge, si dhe të familjarëve dhe personave të lidhur me të. Konkretisht, prokuroria kërkon sekuestrimin e 5 apartamenteve, 2 njësive të shërbimit, 16.719 metër katror tokar dhe kuotave në 5 shoqëri tregtare. Sipas hetimeve, këto pasuri rezultojnë të pajustifikuara nga burime të lishme financiare. Organi i akuzës ka dokumentuar se një shumë prej mbi 100 milion lekësh e deklaruar si investim në një prej shoqërive nuk mbështetet në të ardhura të lishme. Hetimi ka zbuluar gjithashtu se janë kryer veprime fiktive për të justifikuar këto fonde të realizuara kryesisht jashtë sistemit bankar, në cash dhe përmes marrëveshjeve jo notariale, me qëllim fshehjen e origjinës së tyre. Kjo shumë monetare ka shërbyer si bazë për krijimin dhe zhvillimin e aktivitetit të disa shoqërive, të cilat më pas kanë gjeneruar të ardhura të deklaruara si të lishme. Këto të ardhura janë përdorur për investime të mëtejshme, përfshirë blerje pasurish të paluajtshme dhe zgjerimin e aktivitetit tregtar, duke krijuar një cikël financiar të mbështetur në burime të dyshuara kriminale. Nga hetimet rezulton se shtetasi AH sillte në Shqipëri para të përfituara nga aktiviteti kriminal në Itali. Po ashtu disa shoferë të punësuar në shoqëritë e lidhura me të janë konstatuar duke transportuar shuma të padeklaruara në kufi, në rrethana që ngren dyshime për origjinën e tyre. Në përfundim të hetimit, prokuroria e Fierit kërkon konfiskimin e plotë të këtyre pasurive, duke synuar goditjen e aseteve që dyshohet se janë krijuar nga veprimtari kriminale dhe rikthimin e tyre në favor të shtetit.